Jam me terapi s'ka dune të e marë, mos sigurimi i saj, tekun është mungesë e ajrit ose mungesë e jetës time. Mos kërka askund edhe mos prit se është mungesë, nuk kemi terapi. Na kemi pas furnizim deri me 30 maj për dozën Cilosperin 25 mg. Një version do të më qeni pa vërtet këto. A ka qenë produkti as ka qenë? Mos na leni pa terapi esenciale, mos na shuani jetën. I nderuar Borem, po të shkruaj nga Gjakova, e kam një hall, gruan e kam të transplantuar, e merr terapi të përhershme. Një pjesë kryesore të tyre e jep Ministria e Shëndetësisë. E problemi është që 3 muaj se kanë jep Ciklosperinin, lëre si është i kushtueshëm, e i papërballueshëm për neve, por edhe s'po e gjejmë mi ble. Unë ja ktheva personin fjalë, tash po shkojna me kqyr hallin e tij në Gjakov. Për ndryshe, gomni, qëto operimet e mia në terrend kishin qenë të pamundura pa postë nizi, posta më kredibile në Kosovë, domethënë, super shërbim ndaj klientit, super shpejtësi ndërgesa. Pa bun Kosova, aplikacioni që e merrni në App Store edhe krejt restorantet i keni ushqimin të dera e shtëpisë për 20-30 minuta, e po ashtu edhe Delta Group, rrjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën, top kualitet derivatet. Sa i përket problemit që unë ju kam telefonu dhe ju kam shkru, është që vuj për shkak të mos funksionimit të veshkave, jam e transplantune rreth 22 vite më parë. Terapinë esenciale e siguron Ministria e Shëndetësisë, mirë po kohës fundit kam problem. Mos sigurimi i saj tekun është mungesë e ajrit ose mungesë e jetës time, pa cilën nuk mund të jetoj. Ka rreth 2 muaj, 3 që unë nuk marr terapi. Problemi është mungesa e terapisë esenciale për mu shkakton mos funksionimin e veshkes dhe kthimin aty ku isha më parë, që nuk do të dëshiroja askujt. Vuja nga sëmundja e veshkave, ku pas biopsisë marë është konstatuar se gjatë luftës kam humb funksionin e veshkave, kam rënë dializë rreth 1 viti, po fal familjes, mbështetjes familjare dhe ndihmës që më kanë ofruar, dhe donator i imi ka qenë nëna ime, kam bërë transplantimin pas rreth 1 viti dializë. Do me thonë, nana ta ka dhuru veshkën ti? Nana ma ka dhuru veshkën rreth 22 vite më parë. Dhe që nga i qast, unë vazhdoj jetën normale. E mos terapia me kohë, mos dënja terapis me kohë, për mu shkon drejt atje ku isha. Çfarë lloj terapish po të fjallë këto, edhe çka do me thonë për ty në rast se nuk e merr me kohë atë terapi? Terapia jame esenciale është Ciklosperin dhe Celcept. Mirë po që 3 muaj është mungesë nga Ministria, arsyet ata i dinë, mirë po e dinë edhe shkaktarin çka mund të shkaktoj tek unë. Këtë muaj na është dhuru vetëm Celcepti, ku thuhet nga motra që kam respekt veçantë për ato që na lajmëron kohë pas kohë kur ka dhe kur s'ka, që edhe ky lloj është donator që ka dhuru, se është mungesë e terapisë. Edhe thot, mos kërka askund edhe mos prit se është mungesë, nuk kemi terapi. Mos dhënia kësaj terapie thash që për mu është mungesë e ajrit e jetës time. Sa shpesh dush me marrë ti këtë terapi për me qenë rrjedhimisht me terapin, do me thonë sa shpesh dush me marrë që ti me qenë mirë me shëndet? Kjo terapi mirët çdo muaj. Çdo muaj na shkojmë në Prishtinë e marrim, edhe pse është një sfidë në vete, ku duhet çdo muaj të shkojmë ta marrim terapin për 1 muaj. Kjo zgjat vetëm për 1 muaj. Që sa se ke marrë ti terapi? Është muaji i tretë që ka mungesë të kësaj terapie. Problemi që 3 muaj ti do me thonë jetë pa terapi? Jam me terapi s'ka dune të e marr, vetëm që ta mirë mbaj veshkën, po problemi është që është e kushtueshme kjo terapi. Po okej, doja dalim disi se shëndeti është mbi të gjitha. Jetojmë për familje, jetojmë për jetë, e dojmë jetën, mirë po është problemi që nuk gjendet. Nuk ka në Kosovë, nuk ka në Shqipëri, nuk ka në Maqedoni, dhe fal disa dashamirësve është siguru në Greqi. Mirë po, derisa të vjen nga Greqia, unë i numroj tabletat e mia, a thu doja dal, që të vjen terapia prej Greqisë dhe të kam rregullisht. Ti aktualisht do me thonë jetu e marrë terapin në fjalë Ciklosperin? Po. Pa afat? Pa afat. Me afat s'ka dun? Me afat s'ka dun. E qysh është e mundshme kjo me ndodhë, sa mundet me ta kompliku kjo situatën, kur është me afat s'ka dun? A është rrezik edhe... Pa tjetër që është rrezik, se përderisa shtypet aty afati skadencës, po falë Zotit, të kërku ndihmë prej Zotit, vetëm prej Zotit që t'ja dalë dhe mos të më dëmtohet veshka.
Cila është thirrja jote për... Thirrja ime është për Ministrinë e Shëndetësisë. Ju lutem, ktheni kokën edhe nga ne. Edhe ne jemi qytetarë të Kosovës. Edhe ne kontribuojmë për Kosovën tonë. Mos na leni pa terapi esenciale, mos na shuani jetën. E dëgju trofimin e zonjës, do me thonë ciklosperini është një terapi absolutisht esenciale për jetën e saj, është çështje jeta vdekje e cilën do të me siguru ministria. Pse nuk po e siguron ministria? Është aktualisht, është e marrë me afat s'ka dum. Na qitashti kena me provu rrugës me kontaktu me ministrin e shëndetësisë, zotin Arben Vitia, dhe me marrë një prononcim prej tij. Pse s'ka ciklosperin, kur vjen ciklosperini edhe çka ka me bo, në mënyrë që mos me u përsërit çështja e mungesës tip. Okej, vetë sa folëm na para pak qastesh me ministrin, nuk e gjirova atë pjesë për shkak se e thirra njëherë privatisht me i tregu që po e thirre për prononcim. Sidoqoftë, ai më tregoi që i ka bë disa telefonata kur e ka lexuar mesazhin edhe tha që bie në kompetencën e SHSKUK-s. Do me thonë, për juve që se dini SHSKUK-ja është institucion autonom, i pavarën, sipas ligjit shëndetësisë nga Ministria e Shëndetësisë, kështu që na qitashti jena të shku me u taku me drejtoreshën e depës së Barnave, zonjën Dardane Meha, e cila është normalisht në kuadër të SHSKUK-s edhe me pyet pse mungon ciklosperini. Është produkt esencial, shumë mirë që e keni marrë me trajtu këtë rast. Realisht jo veç me produktin ciklosperin, por na në vazhdimsi po kemi probleme me furnizim, probleme në liferim produkte medicinale. SHSKUK-ja ka për obligim me kontraktu produktet medicinale që janë të listës esenciale për nivelin qendror, domethënë spitalet rajonale dhe Qendra Klinike Universitare të Kosovës. Na kemi kontratë aktuale me ciklosperinan, mirë po fatkeqësisht nuk na e ka përmbush kontratën operatorit cilin e kemi kontraktu si SHSKUK. Ka qenë vështirë mu kontraktu ky si produkt, mirë po ka pas furnizim, duhet me cek njëra prej dozave deri me datën 30 maj të këtij viti. Domethënë ka disa ditë që nuk kemi, bëhet fjalë për dozën. Ajo thotë që nuk ka as në maj as në qershor. Jo, kemi pas furnizim deri me datën 30 maj. Unë si profesionist, jam farmaciste me profesion, ju informoj që produktet medicinale edhe sistemin në të cilin na i ngarkojmë në sistem, janë për shembull deri me ditën e fundit të datës kur ka afat skadimi për dorës si produkt. Na kemi pas furnizim deri me 30 maj për dozën ciklosperin 25 mg. Ajo na thotë që 3 muaj nuk është produktin fjalë. Tash, më falë në ashta që po të konfrontoj kështu, po njoni verzion du të me qeni pa vërtet këto. Tash, na i kemi dhona, ato dhona kur flasë, unë i marrë prej sistemit, më thënë nuk flasë diçka për menç, ka qenë ngarkum deri me datën 30 maj produkti ciklosperin 25 mg, kurse tjetri, produkti doza tjetër, ka qenë në furnizim deri në prill, në fund të prillit të këtij viti, se janë 2 doza, 25 dhe 50 mg. Është esencial, është produkt shumë i nevojshëm për klinikën e vërtet, mirë po, afati përdorimi po themi këtij produkti ka qenë deri me atë datë. Fatkeqësisht operatori ekonomik nuk e ka përmbush kontratën sepse nuk ka pas një sasi një produkti, njënë prej sasive nuk e ka kompenzuar, domethënë na ka me gjuhën popullore shqip. Kësi raste merren masa. Në kësi raste merren masa prej menaxherit kontratës, e cila i ka shkruar disa herë email dhe fatkeqësisht nuk ka marrë përgjigje sepse është produkt esencial, është shumë e rëndësishme furnizimi me këtë produkt, se pacienta duhet më bëj zgjidhje dhe jo vetëm me këtë rast, por SHSKUK-ja është e vetme organizatë që vitin e kaluar mundën mi marrë dhonat në sistem, që ka denu operatorët ekonomik, klinika... Kisha pas qefune me thirrë që thashte zonjën, edhe me kontaktu me to, më falë se nashta po është tepër e nevojshme me u zgjidh që kjo edhe me u qartësu qysh është situata. Na falë nëse të pengum. Unë jam me drejtoreshën e SHSKUK-s këto, e cila thotë që ka pas terapi, do me thonë ciklosperin, 25 mg, po deri me do 30 maj. Unë as muajin e kalu nuk o marrë. A ke qenë klinik me kërku? Po, ku i për terapia. Edhe nuk ka qenë, a ka qenë produkti as ka qenë? Nuk ka qenë produkti. E qka kanë thonë ata? Nuk munges. Atëherë me një përgjigjen prej klinikës? Po jo, klinika furnizohet prej juve. Po na dëgjom, nëse s'kan klinika atëherë kusht faj, unë po tregoj që na kemi pas produktin, ndepë qendrore figuron produkti deri me datën 30 maj. Po nëse s'kan marrë klinikat,
Nuk e kam në menaxhim klinike. Po klinika ta a keni për obligim me furnizu jo? Na e furnizojmë banatorën qendrore, banatorja qendrore mandej furnizon klinikat. Po, kjo atë shkon prej banatorës qendrore, banatorja qendrore te shpërndarsi, te ku i marrim na. Atëherë zoj se unë jam dardonja. Po të njëjtën kohë po më vjen keq se ju s'keni marrë furnizim për produktin që është me të vërtetë esencial edhe nuk ka zaventësim, që ajo është më e keqja. Unë jam të intervistu prej gazetarit burimit edhe merr keq që në këtë rast në banatorën qendrore marr informat që produkti ka figuruar deri me datë 30 maj, ciklosporin 25 mg. Vetëm doza 50 mg nuk figuron prej prillit dhe mandej si a ka ardhur produkti në klinik është 50 mg, po. Këtu mandej 50 mg s'ka pas. Po, s'ka pas prej prillit, po është kompenzu me ciklosporin 25 mg. Dhe më thënë banatorët qendrore deri me datë 30 maj kemi pas ciklosporin të 25 mg dhe në këtë rast janë marrë 2 tableta për dozë mirë, po gazetari tash po më informon që ju si furnizu dhe mu po vjen keq, po atëherë duhet me pyet klinikën pse nuk ka marrë banatorët qendrore në rast se ka pasën banatorët qendrore. A për shkak të afatit skadencës ose për çka atëherë duni mu drejtu në klinikë, pse nuk është furnizu, se unë këtu në këtë rast nuk më mendim. M'fal, për cilën klinik bëhet fjalë? Te hemodializa ku bëhet shpërndarja e terapisë. Nefrologjia është klinika. Nefrologjia. Nefrologjia. Okej, në Prishtinë, a? Po, në Prishtinë dhe çdo muj na detyrohen me shku në Prishtinë mi marr, nuk na e bin pacientave që jemi transplatuar në Gjakov. Okej, e qartë. A ka për obligim banatorja me çish funksionon mënyra e distribuimit? Banatorja qendrore e ÇKK-s, është banatorja qendrore për qendër klinikë universitare. Spitalet rajonale i kanë banatorët e veta. Në divizioni për menaxhimin e produkteve medicinale të cilën tash e dhuhet jone, domethënë e siguron produktin, menaxhimin, a lidhet kontrata, lidhet e merr menaxherin në mbikëqyrje e bën shpërndarjen, është mandej kjo shkon pason banatorja qendrore furnizohet mbikëqyrje dhe furnizimin e banatorës qendrore dhe mandej shpërndarja prej banatorës qendrore në klinika është një drejtor tjetër aty prej 23 prillit, i cili e mbikëqyr shpërndarjen në ÇKUK. E tashti çka komendodh me qito produktet cilat mungojnë? Qysh keni me bo zgjidhje dhe çka keni me ndërmarrë ndaj operatorit pa përgjegjshëm? Operatori pa përgjegjshëm dënohet, po them është SHSKK, vetëm një organizatë që ka listën mundi me gjetë edhe në webfaqe, edhe ku bëhet dënimi, operatori në fjalë zgjidhja për ata dëgjoni, unë s'më me bot pamundërën, sepse e jona është me kontraktu produktet. Mandej është përgjegjësi e operatorit për mbushje asaj kontratës së jonë. Nëse nuk përmbush, se na punojmë sipas disa standardeve dhe ligjeve, nëse se përmbush kontratën, autoriteti kontraktues ja shkput kontratën me rekomandim të menaxherit, edhe normal që dënohet për damin që e ka bë. Do thonë këto janë mandej në një autoritet tjetër. E qartë. Çka shpejme e njerëz ngëm, mungesa është u pranu, do me thonë, prej SHSKUK-s, me miligramosh caktume, për ndryshe tha kena me marë masa konform predispozitave ligjore ndaj operatorit të papërgjegjshëm, kështu që neve na mbetet, që me thonë, me nejtë kontakt me zonjën që e intervistova dhe me këqyr kur po pajiset me ilaqet esenciale,